Përshëndetje Donika, dhe a është vënë nën kontroll zjarri? Përshëndetje Lek për ty dhe shikuesit e Koha Vizionit. Ka disa orë që po përcjellim zjarrin që tashmë ka disa orë edhe përpjekjet e zjarrfikësve dhe policisë së Kosovës, të cilët po bëjnë përpjekje për ta shuar zjarrin. Rreth orës 20 diku ndyshohet se ka nisur zjarri në njërin prej kulmeve të ndërtesave këtu në lagjen e Mshir në kryeqytet, ndërkohë gjatë orëve në vazhdim është shtuar edhe numri i zjarrfikësve dhe pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët fillimisht kanë evakuuar banorët nga ndërtesa në cilën është parë dhe është përfshirë ndërtesa nga e cila është përfshirë zjarri, dhe më pas policia ka rrethuar një pjesë të rrugës kryesore dhe një pjesë të lagjes me sherret, ku rrezikohet edhe rrezikohen banorët prej këtij zjarri. Ndërkohë kemi parë gjithashtu ambulanca në vendin e ngjarjes, por që deri më tani nuk është raportuar se ndonjë person ka pësuar lëndime apo ka pasur pasoja nga ky zjarri, i cili ka nisur që rreth orës 20 në mbrëmje këtu në lagjen Kalabria. Kemi kontaktuar policinë e Kosovës, e cila na ka informuar se të gjithë banorët janë evakuar dhe tashmë po bën përpjekje që shuhet zjarri. Ndërkohë kemi kontaktuar gjithashtu dhe përgjegjësin e zjarrfikësve në komunën e Prishtinës, i cili ka thënë që po bën përpjekje maksimale për çuar zjarrin. Këtu po shohim dikun rreth 4 kamion të zjarrfikësve, të cilët që nga ora 20 është shtuar numri tyre, pra duket që nuk e kanë pasur të leçuarin e këtij zjarri dhe vënien nën kontroll. Tani po shohim pamje live të tentativës dhe përpjekjes së zjarrfikësve për çuar zjarrin. Pra fillimisht kanë pasur vështirësi që të gjiten deri në katët e sipërme të ndërtesës përballë. Pra tani kamermani do të na ofroj pamjet direkte nga momenti ku po bën përpjekjet për shuarjen e zjarrit. Pra zjarrfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes, janë përballë ndërtesës dhe përmes tubit shuarjes së zjarrit po tentojnë ta vënë nën kontroll. Ndërkohë Lek mund shihet edhe në pamjet e kamerës që nga ky zjarri, i cili ka disa orë që ka nisur, është përfshirë edhe kulla afër ndërtesës. Ndërkohë e gjithë lagja, banorët e lagjes këtyre ndërtesave përreth tani janë gjendën në rrugë dhe të shqetësuar. Ka disa orë që po përcjellin zhvillimet dhe përpjekjet e zjarrfikësve dhe policisë së Kosovës për shuar zjarrin. Ne kemi biseduar me disa prej banorëve të lagjes, kemi biseduar me njërin prej të rinjve, i cili ka thënë që zjarrin e ka parë qysh rreth orës 20 dhe menjëherë ka lajmëruar pjesëtarët e policisë së Kosovës, e që sipas tij kanë ardhur shpejt në vendin e ngjarjes, por që zjarri me kalimin e orëve ka shkuar duke u rritur, kjo edhe për shkak të temperaturave të larta që kemi pasur sot normalisht. Ndërkohë kemi diskutuar, kemi biseduar edhe me banorë të tjerë edhe të hymjes së kësaj ndërtese. Njëri prej banorëve na ka thënë që ka ndihmuar disa prej banorëve që të evakuohen, që dalin nga banesa, derisa ka thënë se dyshohen si banorë, pasi që nuk kemi informata të konfirmuara, por një pajisje dyshohet se një pajisje elektrike e cila ka vënë ose është haruar nga dikush prej banorëve në katin e 10 të ndërtesës mund të ketë qenë shkaktari kryesor i zjarrit. Ndërkohë deri më tani duhet të theksojmë që nuk ka informata të konfirmuara zyrtare për shkaktarin e këtij zjarri. Pra kanë kaluar më shumë se 2 orë gjysmë që zjarrfikësit po tentojnë ta shuajnë zjarrin, por që deri më tani ende nuk kanë arritur ta vënë nën kontroll. Gjithashtu tani po shohim edhe një kamion tjetër të zjarrfikësve, pra po rritet numri i zjarrfikësve, të cilët po vinë në ndihmë kolegëve të tyre për ta shuar zjarrin. Këto janë pamjet live, të cilat po ju sjellim nga vendi i ngjarjes, ku tashmë ka më shumë se 2 orë që kjo ndërtesë në lagjen Kalabria, në lagjen e Mshir në kryeqytet është përfshirë nga zjarri dhe ende nuk është arritur të futet nën kontroll. Ndërkohë banorët edhe të kësaj hyrje, por edhe të ndërtesa përreth janë larguar dhe po përcjellin zhvillimet me shqetësim nga ky intervenim i zjarrfikësve dhe masat e sigurisë të cilat i ka marrë policia e Kosovës. Pra po shohim shiritat e pjesëtarëve të policisë Kosovës, të cilët kanë vendosur përreth këtyre ndërtesave ku njëra prej tyre tashmë është me zjarr dhe duket që edhe ndërtesa afër saj është përfshirë nga zjarri.
traktojnë pamje direkt nga vendi ku zjarfiksit po vazhdojnë bërën përpjekjet e tyre për të shashuar zjarin në kulmin e kësaj ndërtesë, ndërkohë po shohim dhe zjarfiks të tjerë, kolegë të tyre, të cilët kanë ardhur për të ofruar ndihmën e tyre dhe pjesëtar të policisë të Kosovës, të cilët po mbajnë nivelin e sigurisë dhe po qëndrojnë për rreth shëritit cilin e kanë vendosur që banorët të mos rrezikohet jeta e banorëve. Ndërkohë vazhdimisht ka që përmes ndërtesës përballë po bëhen përpjekje që shuhet zjarri përmes këtyre gypave ose tubave të ujit. Faleminderit.